Të akuzuarit Gavrilo Milosavljević ndërprehet masa e paraburgimit dhe i jeti lirohet me lëndëri. Gavrilo Milosavljević, i akuzuar për krime lufte në burgun e Dubrovës në vitin 1999, është liruar nga këtë akuza. Vendimi u shpall sot në gjykatën themelore të Prishtinës. I akuzuari Gavrilo Milosavljević me shënime personale si në shkresat e lëndës. I akuzuar me akt akuzën e Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës. Me shenjen PPS numër 91 fraksion 2023. E datës 29/11/2023. Për shkak të veprës penale krime lufte kundër popullsisë civile. Nga nenin 142, lidhur me nenin 22 të ish ligjit penal të RSFJ-s. Konform nenit 363, paragrafin 1, nën paragrafin 1.3 të kodit procedurës penale të Republikës së Kosovës, i akuzuari Gavrilo Milosavljević lirohet nga akuza. Të akuzuarit Gavrilo Milosavljević ndërprehet masa e paraburgimit dhe i jeti lirohet me lëndëri.